Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Gjykata e posaçme ka vendosur pezullim nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë vendit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, pas kërkesës së SPAK për mas sigurie ndaj saj. Vendimi i gjyqtarit Erion Çela vjen ndërsa Balluku hetohet për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras dhe për lotin 4 të Unazës së Madhe. Paralelisht, arrest shtëpi është caktuar për kreun e ARSH-s Gentian Gjylin dhe drejtuesin e keshit Eral Telezin. Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK dhe ka caktuar 2 masa sigurie për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, pezullim nga ushtrimi i detyrës dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Erion Çela me kërkesë të prokurorit të çështjes Dritan Prençi. Masa ndaj Ballukut vjen pas zyrtarizimit të akuzës me 31 tetor ku SPAK e mori të pandehur për shkelje të barazisë në tendera në dosjen e tunelit të Llogaras. Hetimet dyshohen se kanë zbuluar ndërhyrjen e ministres në proces me qëllim për caktimin e fituesit të tenderit, i cili u anulua fillimisht në vlerën 140 milionë euro dhe u rishpall më pas në një kosto më të lartë prej 190 milionë eurosh. Përveç kësaj, Balluku po hetohet edhe në lidhje me lotin 4 të Unazës së Madhe. Emri i saj doli gjatë hetimeve të thedhuara ndaj zyrtarëve të autoritetit rrugor shqiptar, të cilët akuzohen për shkelje të procedurave ligjore në përgatitjen e kritereve të tenderit. Në dosje përmenden bisedat e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që sipas SPAK janë udhëzuar të ndryshojnë kriteret në kundërshtim me ligjin duke favorizuar përcaktimin e fituesit. Sipas prokurorisë, Balluku ka anashkaluar delegimin formal të kompetencave dhe ka vepruar de facto si titullare e autoritetit kontraktor, duke orientuar procesin e tenderimit. Ky konstatim rëndon pozitën e saj ligjore dhe justifikon masat e vendosura nga gjykata, të cilat të mbeten në fuqi deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë, për të 2 zyrtar të lartë të institucioneve publike janë caktuar masa të rënda sigurie, arrest shtëpie për kreun e ARSH-s Gentian Gjylin, si dhe Eral Telezin, drejtor aktual në Kesh. Të dy dyshohet se kanë bashkëpunuar në shkeljen e procedurave dhe në zbatimin e udhëzimeve të Ballukut. Tuneli Llogaras, projekti për cilën po hetojnë zyrtarët, është një nga investimet më të mëdha infrastrukturore të 5 viteve të fundit që synon të lidhë Vlorën me zona turistike të jugut. Hetimet ndaj tij kanë hapur një nga dosjet më të rëndësishme të SPAK-ut për korrupsion në nivel të lartë. Pas një seance maraton prej 16 orësh, mazhoranca socialiste miratoi 9 projekt ligjet kryesore të pas paketës fiskale të buxhetit për vitin e ardhshëm me 83 vota pro dhe 32 kundër. Opozita kundërshtoi ashpër, madje protestoi simbolikisht duke kthyer kurrizin qeverisë gjatë votimit. Në seancë u rikthye edhe zëvendës kryeministreja Belinda Balluku, e cila foli për herë të parë pasi u morë pandehur nga SPAK, por nuk sqaroi nëse do të vijojë apo jo detyrën. Vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për caktuar masat e sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke përfshirë pezullimin e ushtrimit të detyrës dhe ndalimin e daljes jashtë vendit, ka sjellë reagime të menjëhershme nga opozita. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Kazmen Bardhi, ka përshkruar këtë hap si një kontribut të rëndësishëm për llogaridhënie dhe transparencë, duke rikthyer kërkesën e opozitës për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ne do të qëndrojmë deri në fund, derisa shqiptarët të zhlirohen nga këto uzurpatorë të korruptuar. Shkarkimi menjëhershëm i Belinda Ballukut dhe dorëheqja e Edi Ramës janë e vetmja rrugë për të çliruar Shqipërinë nga sistemi i korruptuar qeverisës që është ndërtuar në këto 12 vite. Deputeti Klevis Balliu deklaroi se kryeministri Edi Rama po përdor drejtësinë për të hequr qafe Belinda Ballukun. Duke përdorur drejtësinë për të hequr qafe Belinda Ballukun, Edi Rama provoi edhe një herë se njeriu burracak nuk bëhet më trim, as kur është në majën e piramidës së pushtetit. Ai e trajtoi zëvendësen e tij prapa shpinës së të cilës kishte ngrënë dardha, si dëm kolateral, si një e keqe prej së cilës duhet të shpëtonte sa më parë, nga frika se ajo po e merr me vete dhe duhej larguar, jo nga ai, por kushdo tjetër me një qëllim të vetëm, shpëtimin e karrikes, pushtetit dhe kokës së vet. Reagimeve ju bashkua edhe kreu i Partisë Mundësia, i cili u shpreh se gjykata ka bërë atë që kryeministri Rama nuk arriti të bënte, duke marrë masa ndaj Ballukut. Ai theksoi se ky vendim duhet parë si një sinjal i qartë që askush nuk është mbi ligjin dhe se drejtësia është e pavarur përballë ndikimeve politike. She deklaroi se pas vendimit të gjykatës së posaçme, kryeministri Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama e kërkoi edhe Arlind Qori i Lëvizjes Bashk.
Pas saktimit të masës së sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga GKK, Partia Demokratike përshëndeti vendimin duke konsideruar një hap të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi kërkoi shkarkimin e menjëhershëm të Ballukut dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në të njëjtën linjë u shper edhe kreu i Partisë së Mundësia Agron Shehaj, i cili vlerësoi se vendimi i gjykatës si zëvendësim të heshtur të veprimeve që nuk u morën kurrë nga qeveria. Mazhoranca socialiste ka miratuar me 83 vota pro, 32 kundër dhe asnjë abstenim paketën e plot prej 9 projekt ligjesh që lidhen me buxhetin e vitit të ardhshëm, paqen fiskale dhe rivlerësimin e pasurive. Seanca maraton zgjati rreth 16 orë dhe u dominua nga debate të forta me shumicës dhe opozitës, e cila akuzoi qeverinë për mungesë transparence dhe kapje të procesit buxhetor. Gjatë votimit u vënë re disa qëndrime të veçuara brenda vetë mazhorancës. Deputeti Erion Braça nuk mori pjesë në votim për projekt ligjin e taksave vendore, ndërsa deputeti Vullnet Sinaj u distancua nga 2 projekt ligje të rëndësishme që preken marrëveshjen e paqes fiskale dhe fshirjen e detyrimeve tatimore e doganore, megjithse votat e tyre nuk ndikuan në rezultatin final, qëndrimin e tyre e interpretuan si sinjale pa kënaqësie të brendshme. Kryeministri Edi Rama mbrojti buxhetin e vitit të ardhshëm duke theksuar se investimet e planifikuara do të sjellin stabilitet ekonomik, zhvillim të infrastrukturës dhe rritje të shpenzimeve sociale. Ndërkohë, opozita u shfaq në sallë duke i kthyer kurrizin qeverisë, një akt simbolik proteste për të denoncuar atë që e quajti buxhet që favorizon oligarkët dhe rrit barrën për qytetarët. Një moment i rëndësishëm i seancës ishte rikthimi i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila foli për herë të parë pasi SPAK e mori të pandehur për çështjen e tunelit të Llogaras. Balluku deklaroi se nuk do të flas asnjëherë kundër drejtësisë dhe akuzoi opozitën për dy standarde, por nuk dha asnjë sqarim konkret mbi hetimin që e ngarkon me shkelje të barazisë në tendera. Sipas SPAK, ajo ka anuluar tenderin e parë prej 140 milionë eurosh për të favorizuar një fitues të pacaktuar në tenderin e dytë, që shkoi në 190 milion euro. Në fund të seancës, pavarësisht tensioneve, mazhoranca i dha dritën jeshile buxhetit të vitit 2025 dhe projekt ligjit shoqërues, duke mbyllur një nga diskutimet më të gjata dhe më të ashpra të sesionit parlamentar. Kryeministri i vendit Edi Rama e cilësoi Bashkimin Evropian si një perandori që tashmë ka hapur dyert për Shqipërinë, duke theksuar se imazhi i vendit në arenën ndërkombëtare ka ndryshuar ndjeshëm. Në një intervistë për Euronews, ai pranoi se problemet me krimin organizuar dhe drogën vijojnë të jenë prezente, por nënvizoi se këto sfida janë të përbashkëta për të gjitha vendet. Rama foli edhe për marrëdhëniet me Italinë, duke e konsideruar kryeministren Giorgia Meloni si një aleate të veçantë për Tiranën. Kryeministri Edi Rama, duke folur në një intervistë për Euronews, e përshkroi Bashkimin Evropian si një perandori që ka hapur tashmë dyert për Shqipërinë, duke theksuar se procesi i zgjerimit është një realitet që do materializohet gradualisht. Ai nënvizoi se perceptimi për vendin ka ndryshuar ndjeshëm në skenën ndërkombëtare, ndërsa imazhi negativ i dikurshëm nuk përputhet më me realitetin e sotëm. Imazhi ka ndryshuar tashmë dhe ndryshon çdo ditë, sepse Shqipëria nuk është më ajo gropa e zezë në mes të Europës. Një grop ku të gjithë imagjinonin mafjen, kriminal, drog, prostituta dhe çdo gjë të keqe të mundshme. Tashmë Shqipëria është një vend rrezatues që vijnë ta vizitojnë miliona europian, të cilët e shohin që ajo është një pjesë e Europës, e cila duhet të jetë pjesë e mozaikut. Ndërkohë, a kemi ende probleme me krimin organizuar? Po, kemi. Kush nuk ka? Ju shihni këtë qytet për shembull dhe prapë tu ndodhin gjëra të jashtëzakonshme. A kemi probleme me drogën? Kush nuk i ka? Sigurisht na duhet luftojmë. Lufta nuk mbaron kurrë, siç tregon edhe shembulli i Europës. Europa e ka luftuar drogën pafund, por droga ende mbetet e pranishme në Europë dhe lufta vazhdon. I pyetur mbi marrëdhëniet e tij të mira me kryeministren italiane Giorgia Meloni, Rama u shpreh se Italia ka qenë historikisht një partner i qëndrueshëm i Shqipërisë, pavarësisht përkatësive politike të qeverisë që kanë qenë në pushtet. Tani jemi kurreshtar sepse ajo është grua. Ne duhet të themi se kur bëhet fjalë për Italinë ka diçka shumë të veçantë midis Shqipërisë dhe Italisë. Në përgjithësi, me të gjithë kryeministrat italian
pavarësisht partisë apo ngjyrave politike të qeverisë, janë treguar shumë të mirë me ne. Me Xhorxhan ka një kimi mjaft të veçantë, nuk e fshe dot, sepse është shumë e dukshme apo jo. Përtej kësaj, megjithatë, ai është njëri që priret më shumë të bëjë se sa të flasë. Çka më duhet të them, nuk është i pari italiane, por ajo është e tillë. Xhorxha është e vetme në llojin e saj dhe nuk jam i sigurt nëse mund të përsëritet, por nuk ka as pak dyshim se më shumë gra në pozicione drejtuese do ta ndihmojnë Europën të jetë më e fortë. Intervista e kryeministrit vjen në një kohë kur procesi i integrimit evropian është një fazë kyçe dhe kur Shqipëria synon të përshpejtojë hapin drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është pezulluar nga detyra publike dhe është ndaluar që të dalë jashtë vendit me vendim të GJK-s, ndërsa po zhvillon një takim me kryeministrin Edi Rama në godinën e qeverisë që prej 4 orësh. Kryeministri nuk ka bërë ende një deklarim lidhur me situatën, por në rrjetet sociale ka publikuar 2 postime të papërkatësisë me këtë ngjarje. Zëvendës ministrja Belinda Balluku është pezulluar sot nga detyra publike dhe është ndaluar të dalë jashtë shtetit me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi erdhi pas kërkesës së SPAK, i cili e ka marrë pandehur që nga 31 tetori për shkelje të barazisë në tendera në projektin e tunelit të Llogaras dhe së fundmi për ndërtimin e unazës së madhe loti 4, që për vendimin të gjykatës Balluku po zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama në godinën e qeverisë, një takim që ka nisur rreth 4 orë më parë. Kryeministri nuk ka reaguar publikisht për situatën dhe nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me masën e sigurisë ndaj zëvendës kryeministres. Ndërkohë, në rrjetet sociale Rama ka publikuar 2 postime të përkatësisë me ngjarjen. I pari tregon nxënës të shkollave të ndryshme që përgatiten për ditën e alfabetit dhe festat e nëntorit përmes programit Ardhezeja, ndërsa i dyti paraqet hapjen e një parkingu të ri në Durrës me energji të vetprodhuar nga dielli, i cili do të shërbejë edhe si hapësirë për zyrat dhe aktivitetet social-kulturore. Deputeti Ulsi Manja ka mbërritur në kryeministri rreth orës 15:40 duke u bërë pjesë e takimit ndërmjet Ballukut dhe Ramës. Ky takim erdhi më njëherë pas vendimit të GJK-s për pezullimin dhe ndalimin e daljes së Belinda Ballukut jashtë shtetit, ndërsa kryeministri ka përsëritur qëndrimin e tij se nuk ndërhyn në punët e drejtësisë. Prokuroria e posaçme SPAK ka refuzuar kërkesën e Këshillit të Bashkiak të Tiranës që kryebashkiaku në detyrë Erion Veliaj të marrë pjesë fizikisht në mbledhjen ku do diskutohet për buxhetin e vitit 2026. Burime pranë SPAK-ut pojnë se prokurori i çështjes nuk ka dhënë përgjigje për një mundësi të komunikimit online, duke theksuar se kodi i procedurës penale nuk e parashikon këtë kompetencë. Prokuroria e posaçme SPAK ka vendosur të mos lejojë pjesëmarrjen fizike të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të planifikuar për diskutimin e buxhetit 2026. Prokurori i çështjes Dado nuk ka dhënë përgjigje për mundësinë e një komunikimi online, duke argumentuar se kodi i procedurës penale nuk i jep kompetencë për të autorizuar takime virtuale për të burgosurit. Sipas ligjit, prokurori vendos vetëm për leje speciale ose takime të veçanta që lidhen me paraburgimin. Kërkesa për pjesëmarrje e Veliajt u firmos nga 22 anëtar të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, të cilët argumentuan se prania e kryebashkiakut është një e drejtë funksionale garantuar me ligj, e nevojshme për prezantimin e drafteve, buxhetin vjetor dhe raportimet për administratën e njësisë së qeverisjes vendore. Ky zhvillim vjen pas vendimit të 3 nëntorit të gjykatës kushtetuese, e cila rozoi vendimin e qeverisë për shkarkimin e Veliajt dhe dekretin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve, duke lënë në detyrë si kryebashkiak. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej muajit shkurt dhe dosja në ngarkim të tij po shqyrtohet në seancë paraprake. Ai akuzohet për pastrim parash, mos deklarim të pasurisë, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qili. Vendimi i SPAK ka rëndësi të veçantë për procedurën e Këshillit Bashkiak dhe vijimin e punës administrative në Tiranë. Lumi Vjos ka dalë nga shtrati mëngjesin e sotëm pranë urës së Mifolit, duke shkaktuar prezencë të ujit në disa banesa dhe sipërfaqe të konsiderueshme tokash. Autoritetet paralajmërojnë se situata mbetet kritike për shkak të prurjeve të larta dhe rreshjeve të dendura. Forcat e armatosura dhe strukturat e emergjencës janë në terren për evakuim dhe ndërhyrje në zonat problematike.
Situata e përmbytjes në jug të vendit është përkeqësuar ndjeshëm pasi lumi Vjos ka dalë nga shtrati mëngjesin e sotëm pranë tregut të Gjës së Gjallë në afërsi të urës së Mifolit. Si pasojë, disa banesa në zonë kanë prezencë uji në pjesën e jashtme, ndërsa banorët janë njoftuar të jenë në gatishmëri për evakuim të mundshëm. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako deklaroi se niveli i prurjeve në Vjos ka arritur në 7 metra, një limit që konsiderohet me rrezik të shtuar. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Sigurisht që ka prurje intensive të Vjosës që vjen nga Tepelena dhe nga Përmeti. Në qarkun e Vlorës, forcat e armatosura po punojnë për evakuimin e familjeve të prekura nga dalja e lumit Kalas, si dhe zhbllokimin e rrugës që lidh fshatrat me zonat qendrore. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, edhe lumi Seman ka dalë nga shtrati duke përmbytur tokat bujqësore, megjithse banesat nuk paraqiten rrezik të menjëhershëm. Probleme serioze janë raportuar edhe në Lezhë, ku argjinatura mbrojtëse nga lugina e Kun e Vajinit është qarë duke shkaktuar përmbytje të tokave përreth. Hidrovoritales ndodhet jashtë funksionit, ndërsa ekipi i emergjencave po punon me hedhjen e inerteve për bllokuar çarjen. Rreziku është që i gjithë bregu i Matës të përmbytet. Rreshtet intensive janë shoqëruar dhe me stujere duke shkaktuar avari në 2 fidera të energjisë elektrike dhe lënë disa fshatra të Lezhës pa energji elektrike. Probleme me qarkullimin janë shfaqur edhe në Mirdit, ku aksi Bukmir-Rreshen mbetet i bllokuar për shkak të rrëshqitjeve. Situata emergjente raportohet edhe në disa zona të Korçës, Kukësit dhe Dibrës, ku ekipet po punojnë për të rikthyer qarkullimin në akset lidhëse mes fshatrave. Në qarkun e Gjirokastrës, aksi Su-Poliçan është i bllokuar pas dëmtimit të një ure, ndërsa dëmtime të tjera janë evidentuar në rrugët Sheper-Poliçan. Në disa fshatra të Dropullit raportohet mungesa e energjisë elektrike si pasojë e motit të keq. Autoritetet bëjnë apel për kujdes duke theksuar se rreshtet pritet të vijojnë, ndërsa situata aktuale mbetet e paqëndrueshme në disa zona të vendit. Gjykata e apelit posaçëm ka zbutur masën e sigurisë për Eriagon, ish të dashurën e Safet Bajrit, duke kaluar nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ajo mbahej në paraburgim që prej marsit e dyshuar për ndihmë gjatë vrasjes së Safet Barlicit në vitin 2018 në Shkodër. SPAK e akuzon Agon për drejtimin e një prej mjeteve të përdorura në atentat. Ndërkohë, akuzat e rënda ndaj Safet dhe Behar Bajrit si dhe Acmir Bilalit lidhen me veprimtaritë e një grupi të strukturuar kriminal. Gjykata e apelit posaçëm ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë ndaj Eria Agos, ish partnere e Safet Bajrit, duke e liruar nga qelia dhe duke e dërguar në arrest shtëpie. Vendimi erdhi pas vlerësimit të kërkesës së mbrojtjes, ndërsa Ago prej marsit të këtij viti mbahej në paraburgim. Eria Ago dyshohet se ka luajtur rol ndihmës në vrasjen e Fat Barlicit, ngjarje e ndodhur në gusht të vitit 2018 në lagjen Kiras të Shkodrës. Sipas hetimeve të SPAK, ajo rezulton të ketë drejtuar njërin prej makinave të përdorura nga grupi që kreu atentatin. Për vrasjen e Fat Barlicit, SPAK ka ngritur akuzat të rënda ndaj Safet Bajrit, Behar Bajrit dhe Acmir Bilalit, mes tyre vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim nga një grup i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Motivi i arrestimit sipas organit të akuzës lidhet me dyshimin e Behar Bajrit se Ibrahim Lici kishte ekzekutuar një pjesëtar të grupit të tyre. Ish policin Boran Burçana me 15 korrik 2018. Burçana u vra në makinë bashkë me partnerin e tij, Silvin Doci, ndërsa fëmia 3 vjeçar shpëtoi pa lëndime. Vendimi i apelit pritet të ndikojë në vimin e hetimeve dhe procesit gjyqësor, ndërsa SPAK vijon të thedhojë hetimet në aktivitetin e grupit Bajri dhe rolin e secilit prej të dyshuarve në ngjarjen e rëndë të vitit 2018. Të nderuar teleshikues, sot eci me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 21 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me rreshje shiu dhe vranësira në shumicën e vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale me vranësira dhe shira të dobët në jug dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë diell në pjesët ku rreshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball.
Indeksi ultraviolet për Tiranën më 21 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 21 nëntor do të jetë në orën 6:29, ndërsa perëndimi në orën 16:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan, 14 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 13 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 8 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 21 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me mod të paqëndrueshëm dhe reshje shiu të her pas hershme në disa zona. Paraditja do të mbajë vranësira me mundësi reshjesh lokale, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të motit në pjesë të caktuara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat jugore dhe perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 21 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 21 nëntor do të jetë në orën 6:27, ndërsa perëndimi në orën 16:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 7 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 7 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 8 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 8 deri në 13 gradë Celsius. Suarek, 7 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion. Bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.